Djali I kryeministrit Mehmet Sheu, Ramon e ndryshoi pushteti, PS s'ka asgjë të majt. Bashkim Sheu. Djali I kryeministrit shqiptar në periudhën e komunizmit, Mehmet Sheu, ka deklaruar se ai është I majt, por jo me Partinë Socialiste. Sipas tij, Partia Socialiste nuk ka asnjë lidhje me të majtën dhe se kjo forcë politike është neoliberale si gjithë forcat e tjera. Mëtej, Bashkim Sheu ka deklaruar se nuk ka më kontakte me politikanët shqiptar as me Ramën, për të cilin tha se pushteti e ka ndryshuar dhe as me Berishën. Unë jam I majt, por jo me Partinë Socialiste. Partia Socialiste nuk ka asgjë të majt. Ajo është një parti neoliberale si të gjitha të tjerat. Nuk ka shumë ndryshim nga Partia Demokratike në këtë drejtim, ndërsa Social-demokracia skandinave është komplet tjetër gjë. Unë I kam njohur nga afër Berishën dhe Ramën, më shumë Ramën. Me vitet Rama ka ndryshuar sepse pushteti të ndryshon, por u bë kohë që nuk e kam takuar, ndërsa Berishën e kam takuar në vitin 1991 kur dola nga burgu, kur ishte lider I opozitës. Nuk e kam takuar më dhe nuk kam patur marrëdhënie.